Pak ditë më parë, një lajm I publikuar nga të gjitha kanalet televizive shqiptare referonte një fakt që më duk interesant. Më duk interesant, por nuk e di sa I vërtet është. Sipas tyre, dhe po hyj drejt për drejt me lajmin, pastaj po shpjegoj metodologjinë, çfarë thuhet dhe kush janë konceptet e ndryshme që ka. Sipas IQ International, e cili është sajti që llogarit është ky këtu që po e shihni, po e tregoj në iPad përpara. Pra sipas IQ International, e cila mat inteligjencën e popujve të ndryshëm të botës përmes një testimi të çuditshëm vend pas vendi, pra banorëve të vendeve të ndryshme të botës, përmes një testimi që vjen nga plotësimi I testeve që kjo faqe ka në në webin e saj. Përfaqësues të vendeve të ndryshme e plotësojnë, shkruajnë vendin nga janë dhe që prej vitit 2018, pra thuajse tashmë prej 7 vitesh, IQ International përcakton se cila është inteligjenca dhe niveli I inteligjencës, po themi, I vendeve të ndryshme të botës. Ka një gjë që është shumë interesante. Në publikimin e fundit që u bë, pra po them u bë viral përmes ripostimeve nga kronikat e lajmeve televizioneve shqiptare, IQ International ka sjell versionin e vitit 2024 të updateuar në janar të vitit 2025. Natyrisht, ajo thot që, po I referojmë eksaktësisht siç thot, që kjo është bazuar mbi data të marra nga 1.352.000 vetë në të gjithë botën, të cilët e kanë plotësuar gjatë 2024-s. Dhe tregon dhe hartën e plot të vendeve të cilat e kanë plotësuar, duke treguar vendet me inteligjencën më të lartë dhe vendet me inteligjencë më mesatare. Por kush ishte lajmi që mbëri përshtypje dhe pastaj do vijoj më tutje? Sipas kësaj faqe, sipas IQ International, shqiptarët ishin vendi më pak inteligjent, po themi, I Ballkanit dhe I rajonit. Pra ishte dukshëm nën vendet e tjera fqinj. Po cili është klasifikimi? Tani, sipas të dhënave të IQ International, kryesisht vendet e Azisë Lindore janë vendet me IQ-n më të lartë, duke pasur globalisht një të dhënë më të mirë se sa Europa. Europa po ashtu mbetet, Amerika e Veriut dhe Australia mbeten vendet me IQ-n më të lartë. Ndërsa vendet më problematike të IQ-s janë Afrika Qendrore dhe pjesa tjetër e Afrikës dhe Amerika Latine. Sidomos Afrika Qendrore është katastrofare, po ta shohësh edhe në hartë. Po çfarë thot ky studim për Shqipërinë, sepse kjo ishte gjëja më interesante. E para njerë, kush është rankimi? Sipas rankimit, 5 vendet më inteligjente të botës, pra me banorët më inteligjent janë Kina, me një IQ prej 107.19 të testit, 107.19 duke bërë një 0.4% rritje. Vendi dytë më inteligjent, po themi, I globit, se këtu më shumë sa fjala inteligjencë, në fakt, duhet ta përdorim, është, inteligjenca, është Korea e Jugut. Vendi I tretë është Japonia. Vendi I katërt është Irani dhe vendi I pestë është Singapuri. Pra, përfaqësuesit nga Kina, nga Korea e Jugut, nga Japonia, nga Irani dhe nga Singapuri që kanë plotësuar këto teste të IQ International, kanë arritur të bindin ose të arrin një numër pikësh që është maksimalin me Kinën 107.19, vazhdon 106.43 me Koren e Jugut, 106.4 me Japonin, 105.14 me Singaporin dhe 103.16 me Iranin dhe 105.14 me Singaporin. Pra Irani ishte 106.3, Singapori 105.14. Natyrisht që edhe testet tjera të ngjashme nxjerrin kryesisht Azinë Lindore, Singaporin, Hong Kongun, Tajvanin, Kinën, Koren e Jugut, Japonin, në vendet kryesore me IQ-n më të lartë në botë. Kjo mund të jetë normale sepse edhe janë popull që janë të fokusuar në këtë. Ndërkohë, ku renditet Shqipëria? Unë po I numëroj 10 parat. Pra e para Kina, e dyta Korea e Jugut, e treta Japonia, e katërt Irani, I pestë Singapuri, e 6 Republika Ruse, e 7 Mongolia, e 8 Armenia, e 9 Australia, e 10 Spanja. Dhe vazhdoj më pas. Shqipëria renditet në vendin e 64
Në vendin e 64 me një IQ 97.19%, por me një rritje 0.15% nga viti kaluar. Që do thotë, këtë vit shqiptarët që kanë plotësuar këtë IQ, pra këtë test, janë 0.15% e kanë përmirësuar nivelin e inteligjencës tyre. Po, kë ka Shqipëria përpara? Shqipëria përpara saj ka Bosnjë Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, Tunizin, Myanmarin, Moldavin dhe Egjiptin. Pastaj vim ne, Shqipëria, dhe pas nesh është Kazakistani, Nepali, Algjeria, Mauritius, Emiratet e Bashkuara Arabe, Uzbekistani, Maroku e tjerë. Pra, Shqipëria, nëse e vëre me vëmendje, është e fundit në rajon. Është e fundit në rajon sepse vendet tjera të ngjashme po mundohem të bëj t'i hedh një scroll të gjithës, rezultojnë që janë shumë përpara nesh. Serbia është e 18-a në botë, ndërkohë që ne jemi të 64. Italia është e 19-a në botë, po e fus si vend fqinj tani edhe pse s'kemi të bëjmë. Greqia është e 26-a në botë, pra shumë përpara nesh. Ndërkohë që edhe Kroacia është e 43-a, shumë përpara nesh. Malizi është i 50-i, pra 14 vende përpara nesh, ndërkohë që Bosnjë Hercegovina është e 58-a, Maqedonia e Veriut e 59-a, nuk më rezulton deri tani të ketë të dhëna për Kosovën, të paktën me aq sa shoh jo, nuk më rezulton që të ketë të dhëna për Kosovën. Pra, kjo është pak a shumë IQ-ja, pra po themi pra, popujt më inteligjentë sipas tyre, pra mbeten Kina. Por duhet parë një gjë, në vitin e mëparshëm, pra një vit përpara saj, ka qenë Tajvani i pari, Hong Kongu i dyti, Makau i treti, dhe pastaj vazhdojnë si territore, pra Tajvani, Hong Kongu, Makau dhe Porto Rico. Tani, a janë shqiptarët më pak inteligjentë se komshitë e tyre, pra fëmijët e tyre? Unë s'e besoj. Nuk e besoj fare. Natyrisht ka një sër pikpyetjesh kjo gjë. E para, varet se sa shqiptarë kanë plotësuar këtë test, sepse shqiptarët janë neglizhentë. Nuk është e çudi që fëmijët tanë ta kenë plotësuar gabimisht testin dhe të jenë regjistruar si shqiptar, se mund të ishte edhe kjo, megjithëse kjo do më dukej pak më konspirative. Justifikimi është që ata që kanë plotësuar IQ-t nuk janë persona ndoshta në nivelin e duhur. Unë nuk besoj kur që shqiptarët jenë më pak inteligjentë se maqedonasit, më pak inteligjentë se bosnjakët, më pak inteligjentë se malazezët, edhe padyshim se serbët. Nuk më rezulton kjo, nuk më rezulton as nga karriera që shqiptarët bëjnë kur largohen nga Shqipëria, por një pikpyetje e madhe është, sepse ka një lidhje drejt për drejt nëse i referohesh IQ International midis po quaj mpretësisë, inteligjencës dhe shkollimit. Niveli i shkollimit në Shqipëri është duke shkuar poshtë dhe nuk është çudi që ky nivel i dobët i arsimimit do të reflektohet dhe në inteligjencën e përgjithshme të popullatës. Rrezikon që ne të jemi duke psuar një goditje që vjen jo për fajin tonë, do të thënë jo për fajin të personave që plotësojnë, por për fajin të shkollimit tyre i cili në vitet e fundit po bën ka problematika të mëdha. Madje siç po e shoh dhe unë këtë do doja t'i dedikoja një video tjetër, rrezikon që ne të jemi një vend që shumë shpejt nuk do kemi më lidhje me kulturën, me shkencën, me këto. Do jemi ndoshta shitblerës të mirë, tregtar të mirë, sipërmarrës të mirë, zhvillues turizmit të mirë, por nuk do kemi më lidhje më me kulturën dhe me shkollimin përgjithsisht, sepse deri tani me ç'po shoh dhe me reagimet që kam, e shoh që ne kemi probleme të mëdha. Madje kam ndjer këtë sidomos ditën që ndroi jetë Ismail Kadareja, kur pash se sa shumë lef u derdh ndaj tij. Kështu që mbetemi tani për të parë se çfarë do ndodh me IQ-n e vitit të ardhshëm, po i bëj thirrje shqiptarëve të plotësojnë sa më shumë testet IQ International që të paktën të shohim dhe ne ku jemi.